Pas këtu në emisionin tim Bujar Haradinjaj ku thotë që domethënë Tahir Zemaj kam qenë i fundit që më taku me Tahir Zemën edhe ka thonë Ramushi që do të më taku në mëngjes, mirë po kur na çu mëngjes ai s'kom. Si ka ndodhur fakt, Eden? Ja, çfarë këto i dion se unë po aty komandanti u kon unik, e thash që në fillim sot e ki me të vërtet një luftar të veçantë. Ato janë absurde. Ata pyesmi pra kujtimin çish ka ndodhur. Ato janë absurde. Për thamë ki një luftar të veçantë, është mirë më ja përkushtu emisionin luftetarit, do thotë kujtimin. Për luftën atë vola. Po mirë. Jo, dolim me një temë shumë tjetër çka ka thënë dikush për kolonelin heroj. Po nëse me çë është, po. Sadri. Lutem. Unë moj me përshkru Tahir Zemën, megjithëse asnjëherë se kam pas mundësinë me marr pjesë në operacione të cilat ai ka dhënë, dhe ndjena shumë keq që nuk kam qenë edhe unë pjesëmarrësi atyre operacioneve, nga fakti se e prorët e tij, që kanë qenë nën komandën e tij, e që pastaj kanë qenë bashkëluftarë me mu komanduesi në betejën e Kosharës, kanë vlerësime më të larta për Tahir Zemën. Do thotë vlerësime më të larta. Njerëz të cilët janë besueshëm, njerëz të cilët kanë kaluar në rreziqe të ndryshme, edhe që nuk kanë asnjë arsye me thënë ndryshe përveç të vërtetës. Vërtet, kujtimi është i vërtetë. Po, përderisa ato e vlerësojnë lart kolonelin Tahir Zema, mu nuk më lekont këtë vlerësim që tani e kam edhe une deklarata e dikujt që nga distanca apo për ndonjë qëllim tjetër. Ja, i thot jam i fundit që jam taku me to. Është e moshur, nuk e di. Po ta pyes me kujtimin? A o thon? Edhe herë Sadri. Kisha lutë, mos më këmbgul në do situata për të cilat unë e dhash vlerësimin. Po e kam me patjetër komandant fal me pyet kujtimin për arsye se edhe kujtimi ka qenë aty nëse s'gaboj. Prandaj po e pyes. Në betejën e Logjës, apo po? Jo, unë kom di njerëz të thonë që kujta ka marrë pjesë në betejën e Logjës, nuk ka marrë pjesë në betejën e Logjës. Kum arrit mas betejës së Logjës. Do të nduka gjend, kum arrit mas betejës së Logjës me policinë ushtarake, me njësinë e policisë ushtarake. Me policinë ushtarake, thjesht. Ato e kum pa dhe agimin sefte, që nuk e kisha njoftë, agimin se kisha pa agimin, edhe pse ishi Zhegre, se Zhegre është afër neve, po qës se kisha njoftë se faktikisht na një gjenerati shumë, agimi është vesh një vjetë para meje. Mi po si në shkollë, edhe pse Shukrin njofsha shoqen e tina, kur e poshe njofta, agimi jo. Sa agimi ke shkue shërbim ushtrak, edhe në ato, sa që a i ka shkue mas shkollës fillore, sigurisht. Qa me ndoni ju, e janë të vërteta ato që jenë fulla ju? Jo. Pse? Pse? Shqeqoni. Shumë e njerëz i kum një të thonë, ka ik, ata nuk e din, a shkosht ika, a shkosht të reqja. Të reqja dhe ikja nuk është të njëjtë. Absolutisht. Ka dalim, man të reqja dhe ikja. Unë e thasha dita, kur vra agimi, unë shkova e kërkova atë Leonin. Leoni iki, a mu ushtërinë e la, iki vetaj. Iki komandant Lisi, një edhe i batalionit 3, një edhe komandanti Antoni. Iki buraj, e la ushtërinë iki, po. Tahir Zema nuk e kalon ushtërinë. Për asë një moment heq, aty o komaneve, u këthim për Bardanishin, Bardanish që hupën betejën, 2-3 betej i fitum, do të Kordalit, Lugagjit, i fitum ato betejë. Faktikisht, Sërbën e detrumik. Mirë po, Bardanish që hupën betejën. U këthim, e hupën betejë se s'kesh marrë matemna, sa kishë marrë matemna, kishë marrë matem me liftu një orë. Asë një orë pjotë. Edhe u treqëm. Këtë e kum thonë, e kum shkru, është e shkru në mënyrë perfekte. Fjallë për fjallë. Kur më rinë në Prapaqan, unë që menda, së ushtarë ishin konë aty. Ishin konë 1.000 ushtarë. Ne shumë pak. Brigada 131, në mëre këtë dikun 300. Brigada 183, asë 200 ushtarë. Dhe këtë ishëm qatë i pari 500 ushtarë. Kur arritëm Prapaqan, ishin konë sigurisht 1.000 e kusur ushtarë. Edhe të ramushit, pa dhe fshatrave. E tani unë shkova me lype Isufin. Isufi shkova me lype, komandant Isufin që me shku me të rje kurimin dojen, se doja ishte në Lumbardh.
një stikon me të lumbar. Ata i kishin harru. Kur shkova me lypë atë, e takova të Irin. Tahir Zemen, komandantin. Njeri ashpër, që unë nuk po njeri më të ashpër. Dhe u tha, ti, ba jam më diki, po si di, vish më bënë, ti, tha shuno komandant. Ka për tha, këtë armatim, e që armatim kështë të kurgjesh, tha, fshefe. Tha shko të sebat, jam mërë, tha, nejlonin, edhe, belim me të më veti, thash, po ku më gjetë mua, ta këtë ishin të tyt, gjetë mua me shku me fshef armatim, rëmët. Po. Edhe, jeshtë që orna komandant, edhe shkova të sebat, ja e mora një sopot